Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. A e vu të re, ja çfarë ndodhi mes Rozanës dhe Nedën në dasmën brenda shtëpisë. Një moment i papritur ka ndodhur gjatë ceremonisë festive të Gjestit dhe Eglit në Big. Në një atmosferë dasmore me emocione dhe muzikë, vëmendjen e mori një përballje që askush nuk e kishte parashikuar. Rozana Radi, e cila shoqëronte Gjestin gjatë hyrjes në ceremoni, u afrua dhe përshëndeti me mirësjellje Neda Ballukun, duke i zgjatur dorën dhe i tha: "Mirëmbrëma." Në një kthes të qetë dhe pa tension, Neda ja zgjati dorën në kthim duke lënë pas debatet e dikurshme mes tyre.